që të punë, cilat janë matematika të ashtetuti? Besoj që rezultati përfundimtar do të orienton të edhe vazhdimin e politikës të secili subjekt, por unë besoj që në qoftë se ekziston ndonjë mundësi reale dhe e qëndrueshme do duhet që ky pushtet me shku në opozitë dhe mos me vazhdu me qeverisë. 6 vite janë të humbura për Kosovën, për zhvillimin ekonomik, për përmirësimin e shëndetësisë e arsimit dhe në gjitha dikaseret. Nuk mendoj që ka asnjë arsye, asnjërin prej subjekteve politike me amundësu që me qeverisë me vendin edhe për 4 vite ky pushtet. Kështu që duhet presim rezultatin përfundimtar dhe unë besoj që do të duhet që të kishim përpjekje maksimale që të bëhet qeveri e opozitës dhe që lëvizja vetëvendosja Albin Kurti shkojnë në opozitë. Pasi ta marrin kryetarin e kuvendit, pasi ju takon, ose mund të mos e merë, po i takon s'paku e drejta me nominu, edhe i takon e drejta që i pari me pas mandatorin për me themelu qeverin. Absolutisht i po, ato janë kushtetuese, cilat na nuk mundemi me ndryshu, çështja e kryetarit kuvendit i takon për shkak të votës cilën e ka marrë edhe mandatimit, por jo edhe zgjedhjes së kryeministit edhe qeverisë me këto numra që janë këtu. Dhe si të tillë, atë sa ka të drejtë me u organizu, mobilizu, me i bo shumicën prej 61 deputetësh Albin Kurti, ashtë të drejtë edhe legjitime, edhe ligjore, edhe kushtetuese ka edhe Bedri Hamza në anën tjetër me u angazhu që me siguru 61 numra edhe me pas një qeveri. Kështu që unë po themi besoj që do të ishte rrugës që të kemi një angazhim e mobilizim gjitha subjekteve opozitare që të arrijmë që të formojmë një qeveri të re në vendin tonë dhe të ofrojmë diçka të re këtij vendit, për shkak që 6 vite nuk është që kemi ndonjë progres, madje kemi regres edhe në ekonomi, edhe në shëndetësi.